Përshëndetje nxënës, unë jam Kadria Arifi, mësimdhënëse në lëndën e matematikës nga shkolla fillore 7 Marsi në fshatin Opaj. Sot do të marrim disa nga detyrat për përsëritje nga tema numri dhe zgjidhja e problemeve që i keni në libër faqe 28 dhe 29. Te detyra e parë, duhet të rrumbullakojmë numrat në numër të caktuar të vendeve dhjetore. Nën A kemi numrin 2 presje 58 dhe duhet ta rrumbullakojmë në një vend dhjetor. Do të thotë se duhet ta shënojmë këtë numër vetëm me një shifër pas presjes. Atëherë shqyrtojmë dhjetoren e dytë. Me që dhjetorja e dytë është 8, pra është më e madhe se 5, atëherë dhjetorja e parë rritet për 1. Do të thotë se ky numër i rrumbullakuar në një vend dhjetor qenka 2 presje 6. Numri tjetër nën B kemi numrin dhjetor dhe duhet ta rrumbullakojmë në 2 vende dhjetore. Do të thotë ne duhet të shënojmë vetëm 2 shifra pas presjes dhjetore. Atëherë shqyrtojmë dhjetoren e tretë. Me që kjo është më e madhe se 5, atëherë dhjetorja e dytë rritet për 1. Pra ky numër i rrumbullakuar në 2 vende dhjetore do të jetë 2 presje 69. Nën C kemi numrin dhjetor 2 presje 0,89 dhe duhet ta rrumbullakojmë në një vend dhjetor. Pra duhet të shënojmë vetëm një shifër pas presjes. Shqyrtojmë dhjetoren e dytë, e cila është më e madhe se 5, prandaj dhjetorja e parë rritet për 1 dhe kemi numrin 2 presje 1. Te detyra e dytë thotë rrumbullako numrat sipas numrit të dhënë të shifrave të rëndësishme. Atëherë shifrat e rëndësishme i përcaktojmë duke filluar nga e majta prej shifrës së parë, jo 0. Nën A kemi numrin 758 dhe duhet ta rrumbullakojmë në 2 shifra të rëndësishme. Atëherë shqyrtojmë shifrën e tretë. Me që kjo është më e madhe se 5, atëherë shifra e dytë rritet për 1. Do me thënë se ky numër i rrumbullakuar në 2 shifra të rëndësishme është 460. Nën B kemi numrin dhjetor dhe duhet ta rrumbullakojmë në 3 shifra të rëndësishme. Atëherë ne shqyrtojmë shifrën e katërt, e cila është më e madhe se 5, prandaj shifra e tretë rritet për 1. Dhe ky numër do të jetë 2 presje 36 i rrumbullakuar në 3 shifra të rëndësishme. Nën C kemi numrin 0 presje 00258 dhe duhet ta rrumbullakojmë vetëm në një shifër të rëndësishme. Shifra e parë e rëndësishme te ky numër është numri 2. Atëherë ne shqyrtojmë shifrën e dytë. Me që kjo është 5, shifra e parë rritet për 1. Pra, ky numër dhjetor i rrumbullakuar në një shifër të rëndësishme do të jetë 0 presje 003. Të shohim detyrën e 5. Thotë thjeshtoi shprehjet, zgjidhjet paraqitin në formë të fuqisë. Atëherë, shprehjet e dhëna duhet t'i thjeshtojmë dhe t'i paraqisim në formën e fuqisë. Nën A kemi 4 në fuqinë e dytë shumëzim për 4 në fuqinë e katërt. Kemi mësuar se kur shumëzojmë fuqi me baza të barabarta, baza përshkruhet kurse treguesit e fuqisë mblidhen. Do me thënë kemi bazën 4, atë e përshkruajmë, kurse treguesit e fuqisë apo eksponentët i mbledhim dhe kemi 4 në fuqinë e 6. Nën B kemi 5 në fuqinë e 8 pjesëtim për 5 në fuqinë e 8. Kemi mësuar se kur pjesëtojmë fuqi me baza të barabarta, baza përshkruhet kurse treguesit e fuqisë i zbresim. Do të thotë se këtu kemi bazën 5, atë e përshkruajmë, ndërsa treguesit e fuqisë i zbresim 8 minus 8, që është 5 në fuqinë 0. Pra çdo numër në fuqinë 0 është 1. Kemi pra vlerën që është 1.
Në qoftë se e lëm në formë të fuqisë, kjo do të jetë vetëm 5 në fuqinë 0. Në C kemi fuqitë me baza të njëjta, bazën e përshkruajmë, pra kemi shumëzim të fuqive me baza të njëjta, baza përshkruhet, treguesit e fuqisë i mbledhim dhe kemi 6 në fuqinë 7. Detyra tjetër në D kemi fuqizim të fuqisë, do me thonë është 10 në katror e gjitha në fuqinë 3. Kur kemi fuqizim të fuqisë, baza përshkruhet kurse treguesit shumëzohen. Do me thonë baza është 10 e përshkruajmë, treguesit i shumëzojmë dhe kemi 10 në fuqinë 6. Detyra tjetër, detyra 7, thot njëso. Tani kemi pjesëtim të numrit të plot me numër dhjetor. Për ta njësuar këtë, pjesëtimin me numër dhjetor e transferojmë në pjesëtim me numër të plot. Do me thënë duke caktuar thyesa ekuivalente. Në A kemi 2 thyje për 0 presje 4. Shumëzojmë numëruesin dhe emëruesin e kësaj thyese me 10 dhe fitojmë thyesën 20 të katërtat, që shumë letë pra mund të caktojmë pjesëtimin, pra kjo është 5. Në B kemi 16 thyje për 0 presje 8. Edhe të kjo thyes numëruesin dhe emëruesin e shumëzojmë me 10 dhe kemi 160 thyje për 8, e cila pasi ta pjesëtojmë është 20. Në C kemi 14 presje 4 thyje për 0 presje 9. Shumëzojmë me 10 numëruesin dhe emëruesin dhe fitohet thyesa ekuivalente 144 thyje për 9, e cila pas pjesëtimit fitohet numri 16. Atëherë të marrim detyrën tjetër, detyra e 9 thot cakto vlerën e fuqive. Kemi në A 6 në katror. Treguesi i fuqisë na tregon se numri 6 shumëzohet 2 herë me vetvetën. Do të thotë kemi 6 shumëzim për 6 që është 36. Në B ngjajshëm kemi numrin e plot minus 8, të cilin e shumëzojmë 2 herë, minus 8 shumëzim për minus 8 është 64, sepse minus herë minus është plus. Edhe në C ngjajshëm, në D kemi 1 në fuqinë 8. Sado që të shumëzohet numri 1 me vetvetën, prapse prapë rezultati do të jetë 1. 12 në fuqinë 0. Atëherë çdo numër në fuqinë 0 është 1. Do të thotë se 12 në fuqinë 0 është 1. Dhe e fundit 5 në fuqinë minus 2. Këtu kemi fuqi me tregues numër negativ. Do me thonë këtë e shënojmë si thyes 1 thyje për 5 në katror ose 1 thyje për 25. Detyra 10 thot njëso zgjidhjet paraqitisi thyesa të patjeshtueshme. Ne e dim se për të mbledhur thyesat, ato duhet të kenë emëruesin e njëjtë. Prandaj caktojmë shumëfishin më të vogël të përbashkët të emëruesve, ku shumëfishi më i vogël i përbashkët i numrit 20 dhe 18 është 180. Tani caktojmë thyesa ekuivalente për këta dy thyesa me emërues 180. Do me thënë të thyesa e parë 13 të 20-tat, shumëzojmë numëruesin dhe emëruesin e thyesës me 9 dhe fitohet thyesa ekuivalente 117 thyje për 180. Gjithashtu, njëjtë veprojmë edhe me thyesën tjetër. Numëruesin dhe emëruesin e kësaj thyese e shumëzojmë me 10 dhe fitohet thyesa 110 thyje për 180. Emëruesi është i njëjtë, atë e përshkruajmë, kurse numëruesit i mbledhim. Për ta shkruar në formën e patjeshtuar ose si numër të përzier, do të kemi 1 e plot e 47 të 180-at. Në B
Kemi thyesat 5 të 12 minus 3 të 20. Edhe këta thyesa kanë emërues të ndryshëm, prandaj ne duhet të caktojmë shumëfishin më të vogël të përbashkët, që është numri 60. Tani caktojmë thyesa ekuivalente me emërues 60. Do me thonë se të thyesa e parë, numëruesin dhe emëruesin e thyesës e shumëzojmë me 5 dhe fitohet thyesa 25 të 60. Kurse të thyesa e dytë duhet të shumëzojmë me 3 dhe fitohet thyesa 9 të 60. Tani me që emëruesi është i njëjtë, ato mund t'i zbresim dhe fitohet thyesa 16 të 60. Këtë thyes mund t'a pjestojmë me 4 dhe fitohet thyesa 4 të 15. Në C kemi numrat e përzier. Kur kemi numrat e përzier, duhet që së pari ato t'i shkruajmë si thyesa të parregullta. Do me thënë, kemi 3 të plota e 25 të 32-tat plus 4 të plota e 7 të 24-tat. I kthejmë në thyesa të parregullta duke shumëzuar 32 herë 3 plus 5 plus 25, njëjtë veprojmë edhe me numrin tjetër, 24 herë 4 plus 7, dhe fituam thyesat. Këto thyesa kanë emërues të ndryshëm, prandaj ne caktojmë shumëfishin më të vogël të përbashkët të këtyre emëruesve, i cili është 96, dhe tani caktojmë thyesa ekuivalente me emërues 96. Pasi që emëruesi është i njëjtë, atë e përshkruajmë, kurse numëruesit i mbledhim. Kemi thyesën 775 thyje për 96, ose si numër të përzier kemi 8 të plota e 7 të 96. Detyra tjetër, detyra 12, thot: përdori gjatësitë e paraqitura në figurë për të gjetur nën A gjatësinë e përgjithshme të çelësit, si dhe nën B gjatësinë e kokës së çelësit. Atëherë ne shohim se gjatësia e përgjithshme është kjo, ndërsa koka e çelësit është këtu. Për ta gjetur gjatësinë e përgjithshme të çelësit, ne duhet t'i mbledhim këto gjatësi. Do me thonë, këtu kemi 5 të plota e 1/4, apo 1/5, pastaj kemi 11 të 12 dhe 8 të 15. I mbledhim të gjithë këto gjatësit dhe fitojmë gjatësinë e përgjithshme të çelësit. Këtu kemi numrin e përzier, sipari e shkruajmë si thyes të parregullt. Tani caktojmë shumëfishin më të vogël të përbashkët dhe i kthejmë këto thyesa me atë emërues, do me thonë me emërues 60. Tani i mbledhim dhe kemi 6 të plota e 39 të 60. Nën B kërkohet që të gjejmë gjatësinë e kokës së çelësit. Do me thënë, ne kemi gjatësinë e përgjithshme dhe kemi këtë gjatësinë këtu. Në qoftë se zbresim nga gjatësia e përgjithshme 4 të plota e 9 të 10, atëherë do të fitojmë gjatësinë e kokës së çelësit. Dhe kemi gjatësia e përgjithshme ishte 6 të plota e 39 të 60 minus gjatësia e çelësit pa kokën, që ishte këtu deri këtu, është 4 të plota e 9 të 10. Spari i kthejmë në thyesa të parregullta, pastaj caktojmë shumëfishin më të vogël të përbashkët, që është 60. Tani kthejmë thyesën 49 të 10 në thyes ekuivalente me emërues 60. Me që tani emëruesit janë të njëjtë, atë e përshkruajmë, kurse numëruesit i zbresim. Dhe kemi 7 të 4-tat apo 1/3 të 4-tat. Detyra tjetër, detyra e 13, ku duhet të njësojmë dhe të zgjidhim, do me thënë duhet të njësojmë thyesat dhe zgjidhjen ta shënojmë në formë të thyesës së pathjeshtuar. Nën A kemi thyesën 4 të 15 shumëzim për 9 të 16. Ne kemi mësuar se thyesat i shumëzojmë ashtu që shumëzojmë numëruesin me numëruesin
dhe emëruesin me emëruesin. Mirë po, para se të shumëzojmë, është mirë që t'i thjeshtojmë ato nëse është e mundur. Këto thyesa mund të thjeshtohen, do me thënë kemi numrin 15 dhe 9, të cilën e thjeshtojmë me 3, dhe kemi numrin 4 dhe 16 që thjeshtojmë me 4. Dhe kemi thyesën 3 të 20. Në B kemi thyesat 2 të 9-at shumëzim për 3 të 8-at. Edhe të këto thyesa mund të thjeshtojmë 2 me 8, si dhe 3 dhe 9, dhe do të fitohet thyesa 1 e 12. Në C kemi thyesat 7 të 8-at pjesëtim për 5 të 12-at. Dy thyesa mund të pjesëtohen ashtu që thyesa e parë shumëzohet me vlerën reciproke të thyesës së dytë. Pra kemi thyesën e parë shumëzim për vlera reciproke e thyesës së dytë. Edhe këtu, nëse mundet, spari thjeshtojmë, pastaj kryejmë shumëzimin. Ngjajshëm veprojmë edhe me thyesat në D, ku kemi 8 të tretat, apo si numër i përzier kemi 2 të plota e 2 të tretat. Kjo ishte e tëra, shpresoj që të keni kuptuar. Ju uroj suksese.